Sa po ka përfunduar ndeshja finale e kategorisë A53 superore dhe Egnatia mund vazhdin me rezultatin e thellë 4-0 me Alban Tafajn, ish futbollistin e minjor të Tiranës, ish trajnerin, por tashmë edhe një drejtues dhe vëzhgues i federatës edhe punonjës Federatës Shqiptare të Futbollit. Një ndeshje që në një farë mënyrë përpara fillimit të takimit nuk u parashikuan me këto rezultat. Jo, besoj në bazë se rezultati i ndeshjes nuk është ai i drejti, sepse mendoj që Vllaznia mbase nuk e meritonte 4 gola. Ishte një skuadër që ka zhvilluar kampionat mirë, ka pas oscilacione gjatë kampionatit, nuk krahasohet me Gnatien, paktën deri në finale. Por që do të thosha, për mua rezultati, besoj ky 4-0 nuk e përliq atë udhtim të mirë që ka bërë Vllaznia deri këtu. Ku ishin problemet e Vllaznisë ju pashus me këtë ndeshje? Për mendimin tim e pash një ekip disi pak të lodhur dhe patem motivacionin në shtysën kryesore që ka motivimin e brendshëm të skuadrës. Nuk e di nga erdhi, tifoza kishte, mbështetës kishte nga Shkodra, si gjithmonë domethënë tifozëria shkodrane e ka mbështetur ekipin e vet, por që do thosha një motivacion jo fort dhe një jo dëshirë për të dhënë maksimumin, sepse një ndeshje finale ishte dhe mendoja që Vllaznia do bënte shumë herë më tepër se ç'bëri tani. Sa dëmton vazhdimsinë kryesisht për Kupat e Europës? Kjo ishte një ndeshje që besoj që jo se do ta dëmtoj, por bën shumë se në ecurinë e skuadrës, sepse ishte një ndeshje më shumë prestigji, që do t'i shërbente një titull i munguar i Shkodrës prej 20 e sa vitesh, pra ishte motivim më tepër i vetë Vllaznisë si skuadër, për dhe vetë qytetit, por megjithatë është në rrugën e duhur për të qenë aty, pra për të qenë finaliste, dhe ka merituar këtu ku është.